A e dinit që një person mesatar hedh 10 kilograma rroba të përdorshme çdo vit. Do të thënë, ndërkohë që këto rroba shkojnë drejt koshit të plehrave, vetëm pak kilometra mund tutje, ka njerëz që fjalë për fjalë nuk kanë mese të ngrohen gjatë dimrit. Është një paradoks pak i çuditshëm i jetës moderne, apo jo? Është vërtet një paradoks dhe të them të drejtën, dollapët tan shpesh kthehen në ca muze të vegjël të zgjedhjeve tona të gabuara të modës. Ne jemi mësuar t'i shohim rrobat thjesht si një copë material. Fiks. Do më thënë, i mbajmë dollapët plot me gjëra që si veshim kurr, si për shembull ajo trikoja fosforeshente e vitit 2018 që presim të kthehet në modë, e kupton? Dhe nga ana tjetër, shpërfillim një mundësi fantastike për të krijuar lidhje njerëzore. E sakt, i shohim si diçka që blerëm, përdorëm dhe tani thjesht zëvend aty. Po, dhe pikërisht prandaj, në këtë hulumtim të thelluar që po bëjmë sot, bazuar në materialin pëlhura e dëmshurisë, ne duam ta përmbysim këtë ide. Misioni i kësaj analize është të kuptojmë se si veprimi më banal i mundshëm, pastrimi i një dollapi, lidhet me ndërtimin e solidaritetit në komunitet. Por le të jemi të sinqertë. A nuk t'i ngëllon pak sa i tepruar të thuash që pastrimi i një sirtari mund të ndryshojë strukturën e shoqërisë, të paktën mua më duket si një pretendim shumë i madh. Ngjan pak si hiperbol, patjetër, nuk të fafaj që je skeptik, por nëse e shohim mekanizmin e plot të asaj që ndodh pas atij gjesti të vogël, zbulojmë se ndikimi është shumë i thellë nga sa mendojmë. Hapi i parë fare është të heqim dorë nga ideja se një rob është thjesht pëlhur. Po e kuptoj. Për ne, një palto e vjetër është një objekt pa vlerë, por për dikën në një situatë ekstreme ekonomike, ajo është i vetmi mjet për të përballuar të ftohtin. Në rregull, le të zbërthejmë pak këtë. E kuptoj pjesën e të ftopit. Logjika është shumë e qartë këtu. Familjet në vështirësi nuk kanë buxhet për rroba të reja, kështu që një xhaketë trash ofron ngrohtësi. Por burimet tora e çojnë këtë më tej. Ato e përshkruajnë rrobën si një mburojë emocionale dhe flasin shumë për dinjitetin. Po fiks. Këtu kam pak skepticizëm unë. A nuk është thelbi thjesht të mos kesh ftohtë? Do me thënë, a e mendojnë vërtet njerëzit në nevojë këtë aspektin emocional, apo kjo është thjesht një mënyrë se si ne përpiqemi ta bëjmë dhurimin të tingëllojmë poetik? Është një pyetje shumë e drejtë kjo, sepse instinkti i parë është gjithmonë mbijetesa fizike. Por dëgjoj, le të thellohemi pak te psikologjia e varfërisë. Veshja është ndërfaqja jone e parë me botën. Ndërfaqja. Si e ke fjalën? Do me thënë, është mënyra se si ne i tregojmë shoqërisë se kush jemi. Kur një individ detyrohet të dalë në rrugë, të kërkojë punë, ose të dërgojë fëmijët në shkollë me rroba të grisura apo të papërshtatshme, dëmi nuk është vetëm termik. Nuk është thjesht se kanë ftohtë, është një përjashtim social i mirëfillt. E kuptoj. Ndjehen jashtë sistemit. Pikërisht, ata e ndjejnë se nuk i përkasin komunitetit, prandaj unë jam e bindur që një pallto e mirë nuk rregullon vetëm temperaturën e trupit, por u jep atyre mundësinë të ecin në rrugë pa u ndjerë të gjykuar ose të padukshëm. Wow. Ndihmon jashtëzakonisht në reduktimin e atij turpi që u imponohet nga rrethanat e jetës. Tani që e thua kështu bën shumë sens. Pra, rroba funksionon si një bilet pranimi në jetën e përditshme, publike. Dhe kjo ndoshta shpjegon edhe atë rregullin e rrep që theksohet te pëlhura e dëmshurisë. Për cilin e ke fjalën? Aty thuhet shumë qartë. Dhuroni vetëm rroba të pastra dhe të përdorshme, dhe theksohet se nuk duhet të jepen kurrë gjëra të dëmtuara. Tani, unë gjithmonë kam menduar se në rast të emergjence, edhe një bluzë pak e grisur ose me një njoll është më e mirë se asnjë bluzë. Pse ka qërreptësi? A jemi ne vërtet në një pozicion ku mund të jemi kaq përzgjedhës kur bëhet fjalë për të ndihmuar dikë që s'ka asgjë? Shiko, kjo është një pikë kritike ku shumë iniciativa solidariteti dështojnë plotësisht. Dhurimi nuk duhet të ngatrohet absolutisht me pastrimin e mbeturinave të shtëpisë sonë. Po pra, e vërtet. Kur Marsia hap një qese që ja ke dhënë ti dhe gjen aty rroba të shkatruara, të palara ose të pambajtura, e di çfarë mesazhi psikologjik merr ai njeri? Ai merr mesazhin, këto janë mbeturinat e mia dhe unë mendoj se ti e meriton t'i veshësh. O Zot, kjo është e rëndë kur e mendon.
Po pra, në vend që ti ofrosh mbështetje, ti e fundos akoma më shumë njënjën e tyre të vlerës vetjake. Dinjiteti i atij individi dëmtohet të rënd kur ai trajtohet si vend grumbullim për objektet e tua të pavlera. Dhe ky është ndryshimi thelbësor. Domethënë, është diferenca midis një gjesti humanizmi dhe një ofendimi të maskuar si bamirësi. Nëse i jep dikujt diçka që ti e konsideron plerë, po i thua që edhe ata kanë po atë vlerë. Eksakt. Kjo ndryshon plotësisht lojën. Dhe kjo është ndoshta arsyeja pse kërkohet pak mund përpara se të durojmë. Ti lajm ato rroba, ti palosim bukur, sepse kjo nënkupton që marrësisht është dikush i denj për kohën dhe kujdesin ton. Të them të drejtën, në selb i gjithë ky proces është një shkëmbim respekti. Dhe kjo qasje ndërton një solidaritet të vërtet, sepse ti po ndihmon një fqinj, po ndihmon një bashkëqytetar, duke e trajtuar atë si të barabartë, jo si një hapësirë boshe për gjërat që nuk të hyjnë më në punë ty. Në rregull. Atëherë, nëse ky ndikim është kaq i thellë, nëse ne vërtet mund t'i rikthejmë një individi mundësinë për të ndirë pjesë e shoqërisë, vetëm duke dhuruar diçka që gjithsesi nuk e përdorim, pyetja që lind është, pse hezitojmë? Po. Burimet tona flasim për disa barriera mendore ose mite le t'i quajmë. Miti i parë është ai mendimi i famshëm. Rrobat e mia nuk kanë vlerë. Kjo lidhet pak me atë trikon fosforeshente që përmenda pak më parë. Njerëzit justifikohen dhe thonë, nëse se dua unë, kush dreqin do ta doj këtë. Por, si mund ta përcaktojmë ne vlerën e një rrobe për dikë që ka një nevojë kaq urgjente? Ky është një keq kuptim klasik. Ne ngatrojmë vlerën estetike me vlerën funksionale. Për ne, vlera e një rrobe bie kur del nga moda ose thjesht kur mërzitemi duke e parë në pasqyrë çdo ditë, por funksioni i saj bazë për të mbrojtur trupin, për të ofruar rehati, mbetet plotësisht i paprekur. Ajo që është magjia pse këtu është se këto mite janë në fakt një lloj inxhinierie e mendjes son. Si mbrojtja? Po. Ne i përdorim për të justifikuar mosveprimin ton. Ne i zhvlerësojmë vetë rrobat tona, sepse kështu e heqim atë barrën e përgjegjësisë për të marrë me to. Domethënë, ndihemi më pak fajtor. Pikërisht. Nëse bindim veten se ato nuk vlejnë asgjë, atëherë majtja e tyre në sirtar apo hedhja e tyre në plera nuk ndihet si një humbje e madhe apo si një dështim nga ana jonë. Një iluzion shumë i përshtatshëm psikologjik i bie. Por dëgjoj, ka një mit tjetër që e gjejmë shpesh në diskutime dhe është pak më cinik. Njerëzit thonë, një dhurim i vogël nuk bën asnjë diferencë. E dëgjoj këtë gjithkohën. Është ajo ideja që varfëria është një problem kaq masiv, kaq i rrënjosur thellë, saqë një xhaketë e imja duket thjesht si një pikë uji në oqean. Pse të hargjojmë kohë kur kjo nuk e zgjidh asnjëherë thelbin e problemit ekonomik të asaj familje? Dhe ky është një kurth logjik shumë i rrezikshëm, jashtëzakonisht i rrezikshëm, sepse na shkëput totalisht nga realiteti i atyre që po vuajnë sot. Tani, është e vërtetë, ne nuk e ndryshojmë dot strukturën makroekonomike të shtetit me një xhaketë. Natyrisht. Por për atë fëmijën që vesh atë xhaketë në një mëngjes ku temperatura është 0 gradë, për atë fëmijë specifik problemi i ftohtit sapo është zgjidhur plotësisht, zhvlerësimi i këtij ndikimi të vogël është gabimi më i madh që mund të bëjmë. Sepse mbase presim zgjidhje vetëm nga shteti. Fiks. Ne priremi të mendojmë se komunitetet e forta ndërtohen ekskluzivisht nga politikat shtetërore, por solidariteti në nivel lokal bazohet pikërisht te këto mikrondërveprime, te këto lidhje njerëzore. Nëse një qytet i tërë mendon se një veprim i vogël nuk vlen asgjë, atëherë gjitha i rrjedh vullnetare human bie. Qartë. Sepse ai makrosolidariteti funksionon pikërisht nga grumbullimi i milionave veprimeve që ti apo unë i konsiderojmë individualisht si të parëndësishme. Kjo më bën shumë sens vërtet. Por, prit, le të ndalemi pak te miti i tretë, sepse këtu bëhet vërtet interesante. Dhe kam pak nevojë të bëj avokatin e djallit. Mithi thotë, është më lehtë ti hedh dhe materialet tona argumentojnë se na marrin vetëm 10 minuta kohë për t'i dhuruar. Po, 10 minute. Tani, të flasim pak, hapur. A jemi vërtet sigur që janë vetëm 10 minuta? Nga njëherë të gjesh një qendër dhurimi të besueshme afër shtëpisë, ti lash ato rroba, ti ndash në qese, të marrësh makinën, të shkosh atje në trafik. Kjo kërkon një investim të mirë logjistik. E kuptoj ku do të dalësh. Ndoshta njerëzit nuk janë aq të ftohtë apo pa empati sa i bëjmë ne.
Ndoshta i gjithë procesi është vërtet i papërshtatshëm nëse e krahason me koshin e plerrave që e ke fiks poshtë pallatit. Shiko, nuk po e mohoj, logjistika është padyshim një faktor, dhe koha totale mbase shkon më shumë se 10 minuta reale po ta llogaritësh me trafik e me të gjitha. Por problemi i vërtet këtu nuk qëndron te kronometri i procesit. Po ku atëherë? Çështja është thellësisht kognitive dhe ka të bëjë me kulturën e komoditetit ekstrem në cilën jetojmë ne sot. Çdo pengesë e vogël fizike perceptohet menjëherë si një mal i pakapërcyeshëm. Ne gjejmë kohë për të shpenzuar orë të tëra duke shfletuar në rrjete sociale pa asnjë qëllim të caktuar. Fajtor. Të gjithë jemi, por befas nuk gjejmë do 30 minuta kohë në një muaj për të organizuar një gest të tillë. Pra, ajo që po i frenon njerëzit nuk është thjesht orari i ngjeshur, është fakti që instinkti ynë i jep përparësi absolute lehtësisë momentale mbi veprimet që kanë vlerë etike, dhe këtë e bëjmë pavarësisht kostos së fshehur. Kjo është shumë e vërtet. Pra, çfarë do të thotë të gjitha kjo? Ne po zgjedhim komoditetin e një momenti duke mbyllur syt përballa asaj që i kushton realisht shoqërisë. Dhe kjo më lidh direkt me dimensionin tjetër të kësaj analize. Me mjedisin. Po, mjedisi. Zgjedhja e lehtë për t'i hedhur ato rroba ka një kosto dytësore që na bën dëm drejt për drejt të gjithëve. Materiali i flet për një lidhje shumë të ngushtë midis durimit të rrobave dhe mbrojtjes së mjedisit. Aty theksohet se cikli i ripërdorimit mbron natyrën. Përsëri, më duhet të të pyes, sa dëm mund të bëjë realisht një bluzë thjesht pambuku, nëse ajo përfundon në një landfill. Fundja pambuku nga toka rritet, a nuk dekompozohet ai natyrshëm? Oh, nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, atëherë situata ndryshon kryekupt. Nëse do të flisim për një bluzë krejtësisht natyrale të prodhuar para 2 shekujve, ndoshta po, dekompozimi do të ishte i thjeshtë. Por realiteti aktual i industrisë së tekstilit sot është tërësisht i ndryshëm dhe masivisht ndotës. Vërtet. Dëgjoj, për të prodhuar vetëm një palë xhinse të reja ose një bluzë të thjeshtë sot, kërkohen mijëra litra ujë, nga faza e mbjelljes së pambukut e deri te përpunimi në fabrikë. Mijëra litra për një palë xhinse. Kjo tingëllon absurde. Është e vërtetuar, dhe mbi gjitha, bojrat kimike që përdoren për t'i dhënë ngjyrë rrobave tona, ato shpesh dëmtojnë rënd burimet e ujit kur trajtohen si mbetje. Dhe prit, le të mos harrojmë poliesterin apo fibrat sintetike. Sot shumica e garderobës sonë është sintetike. Këto janë praktikisht forma plastike. Domethënë, janë naftë në thelb. Pikërisht, kur hidhen në meturina, ato nuk dekompozohen lehtësisht. Përkundrazi, ato thjesht shpërbëhen ngadalë në mikroplastik, dhe ajo mikroplastik ndot kokën, ndot oqeanet, futet në ushqimin ton. E pashmangshme. Me pak fjalë, kur ne marrim atë vendimin super të shpejt për ta hedhur rrobën në plerra thjesht sepse përtojmë të organizohemi, ne nuk po hedhim thjesht një copë pëlur. Ne po çojmë dëm ujin, energjinë dhe punën e atyre njerëzve që u investua për ta krijuar ato objekt. Po. Dhe nga ana tjetër, e nxisim industrinë të prodhojë rroba të reja duke dëmtuar akoma më shumë natyrën. Është domethënë i bie të jetë një shkatrim total i asaj që u investua. Kemi krijuar një humbje të dyfisht, i mohuam ngrohtësinë një fëmie dhe ndotëm natyrën. Dollapet tanë që nganë si sa gjurmë të vogla logjike. E tha shumë mirë, dhe këtu kuptohet rëndësia e të menduarit përmes asaj që quhet ekonomia qarkullose. Kur e mbajmë një rrobë në përdorim qoftë edhe duke dhuruar diku tjetër, ne po zgjasim ciklin e jetës së atij materiali. Aha. Ripërdorimi i rrobave nuk është thjesht një akt bamirësie, nuk është vetëm të bëhesh i mirë. Është një përgjegjësi direkte ndaj burimeve të planetit. Ne nxjerrim vlerën maksimale nga investim mjedisor që u bë fillimisht dhe kështu reduktojmë presionin mbi mjedisin për të prodhuar gjëra të reja. Ky është një vizion krejndryshe. Të mbrosh njerëzit nga pabarazia sociale, pas ka pak a shumë të njëjtin mekanizëm me mbrojtjen e komunitetit nga ndotja. Është vërtet një simetri ku të gjithë fitojnë, por kjo përpjetje na nxjerr përpara sfidës përfundimtare të këtij diskutimi, edukimin e fëmijëve. E preferuara ime. Gatisim këta breza të rinj shpirtërisht. Burimet tona theksojnë se humanizmi fillon pikërisht nga këto veprime të vogla. Ato përmendin se fëmijët duhet të edukohen që herët me vlerat e ndarjes me tjerët, dhe japin aty një citim që të paktën mua më maniti. Aty citohet: patriotizmi nuk është vetëm fjalë, patriotizmi është të kujdesesh për njerëzit e vendit tënd.
Është shumë i bukur si citim. Është vërtet një thyerje fort nga ato përkufizimet e vjetra që kemi mësuar ne. Sepse e zbret atë konceptin e madh e abstrakt të patriotizmit në një përgjegjësi thellësisht praktike, të kujdesesh për njeriun pranë teje. Por këtu unë kam përsëri një pikë pyetje logjike. Ti jemi praktik. Ne të rriturit e kemi atë luksin e të menduarit filozofikisht, e të lidhim xhaketën e vjetër me patriotizmin apo qytetarin. Por dëgjoj, nëse i thua një fëmije 5 apo 6 vjeç, duhet të ndash lodrat apo rrobat e tua me dikë tjetër, le ta pranojmë. Fëmijët janë posesiv. Shumë madje. Ata nuk kanë absolutisht asnjë interes për koncepte komunitare apo humanizëm. Ata thjesht duan të mbajnë gjërat e tyre. Si shndërrojmë ne këto ligjërata të mëdha teorike në një praktik të prekshme për trurin e një fëmije të vogël, i cili po të chansesh do të lëshojë një triko të vjetër? Kjo ngre një pyetje shumë të rëndësishme dhe thekson saktësisht atë hendekun mes moralit dhe psikologjisë së një fëmije të vogël. Fëmijët nuk i përpunojnë dot fjalimet etike mbi pabarazinë sociale. Truri i tyre në atë moshë mëson vetëm duke formuar lidhje të prekshme fizike. Pra vizualisht, po, nëse ulesh dhe fillon t'i mbash fjalime e ke humbur vëmendjen e tyre sekondën e parë. Kjo është arsyeja pse sugjerimi specifik që gjendet e burimet tona që thot ndajeni rrobat së bashku me fëmijët sipas moshës dhe llojit është genial në atë thjeshtësinë e tij. Prit një sekond, ti përfshim fëmijët thjesht në procesin mekanik të ndarjes së rrobave. Them të drejtën, kjo duket thjesht si një truk i vogël prindëror për t'i mbajtur të zënë që të mos bëjnë rrëmuj nëpër shtëpi. Si kthehet ky detaj krejt organizativ në një leksion humanizmi? Sepse ndryshon plotësisht dinamikën e atij veprimi. Kur një prind ulet në tapet bashkë me fëmijën dhe merr një xhup të cilin fëmia e ka dashur shumë, por tashmë i është bërë i vogël, ai nuk po i mban leksion gjeopolitik. Ai po punon direkt me një objekt emocional dhe aty në atë moment prindi krijon urën kognitive. Si mund t'ja thot për shembull? Prindi mund t'i thot fare thjesht: a e mban mend sa mirë të rinte ky xhupi i kuq dhe sa shumë ke luajtur në dëbor me të? Tani ti je rritur, por ka një fëmijë tjetër sot, fiksa mosha jote, që ka shumë ftohtë. Si mendon, a do ta ndihmojmë ato fëmijë që të luajnë në dëbor po ashtu siç luaje ti? Wow. Në atë moment, fëmia nuk po i jep diçka një konceptit abstrakt. Ai po i ofron ato xhup të dashur një fëmije të ngjashur me veten e tij. Ai objekti fizik e bën empatin një ndjesi të vërtet. Fëmijët bëhen pal në aktin e transferimit dhe shohin se si mirësia pas ka një formë fizike, një ngjyrë. Është një përmbysje fantastike kjo e metodologjisë. Do me thënë, në vend që thjesht tu mbledhësh rrobat tienes dhe ti flakësh diku kur ata se kanë mendjen, ti bën që ata të marrin vetë vendimin e dhënies, bën një lloj transferimi të pronësisë me vullnetin e tyre. E them me saktësi. Kështu që fëmia nuk ndihet sikur po humbet një objekt. Përkundrazi, ai ndihet i rëndësishëm, ndihet i fuqishëm, i aftë për të zgjidhur një problem real për dikë tjetër. Dhe ky është pikërisht hapi ku ata zbulorin se kanë agjenci. Kur fëmijët vërejnë se vendimet e tyre, qoftë edhe diçka e vogël si palosja e një bluze, ndikojnë pozitivisht te një njeri jashtë shtëpisë, solidariteti nuk u ngjan më si një detyrim i thatë i shkollës. Ai rrënjoset si pjesë e natyrshme e funksionimit brenda atij komuniteti. Dhomat e tyre të gjumit praktikisht kthehen në laborator ku testohet që herët vlera e të qenit një qytetar i përgjegjshëm. Është zinxhiri i jashtëzakonshëm zbulimesh. Tani, nëse kthehemi pas dhe shohim të gjithë shtegun që sapo përshkruam, ne nisem nga diçka kaq e zakonshme sa pastrimi një dollapi të thjesht, por përmes kësaj analize na u bë qartë se ato pëlhura të harruara nuk janë thjesht një shqetësim organizativ, ato përfaqësojnë mundësi konkrete për të rivendosur lidhjet njerëzore. Patjetër që po. Mësuam se rregulli i dhurimit me dinjitet, pra kujdesi që rrobat jenë të pastra e të palosura, është i panegociueshëm sepse kjo shmang thëllimin e atij marginalizimit social të marrësit dhe ndërton respekt të ndërsjellë.
Dhe gjithashtu kuptuam se justifikimet tona të zakonshme, ato që përdorim për ditë, si mungesa e vlerës së rrobës apo koha e madhe prej 10 minutash, nuk janë pengesa të vërteta fizike, por thjesht kurthe që mendja jon i ngre për të mbrojtur nga përgjegjësitë. Fiks. Dhe duke i thyer këto bariera, ne jo vetëm që shpëtojmë individët në fjalë, por mbajmë një qëndrim shumë solid për të mbrojtur të ardhmen mjedisore, duke shkëputur atë ciklin e thellë të mbetjeve plastike të industrisë së tekstilit. E vërtet. Dhe ndoshta elementi më shpresdhënës nga i gjithë ky burim ishte fakti që përmes përfshirjes së fëmijëve, përfshirjes së tyre mekanike në organizimin e veshjeve, ne kultivojmë një brez të ri që atë humanizmin praktik e njeh si logjik normale bashkëjetese, jo si ndonjë sakrificë. Komuniteti, njësoj si rrobat e pallthot, funksionon shumë më mirë kur indet e tij mbahen të lidhura përmes këtyre mikrogjesteve. Shumë e bukur kjo. Kjo aftësi për të marrë vendime të përgjithshme me objektet tona thekson një gjë tepër të rëndësishme. Fuqia për të përmirësuar gjërat nuk varet nga të qenit ndonjë ekspert apo dikush me pasuri kolosale, por thjesht nga përdorimi i atyre objekteve që kemi tashmë brenda mureve të shtëpisë sonë. Saktësisht. Dhe tani, përpara se ta mbyllim, dua ta lë theksin të një pyetje e hapur për një reflektim të mëtejshëm nga ana e gjithëve. Ne folëm gjërë e gjatë se si një pëluar që rinte kot, e papërdorur, mund të fsheh potencialin për t'i dhënë dikujt atë dinjitetin e munguar, për të shpëtuar ujin e natyrës dhe për të mësuar empatinë fëmijëve tanë. Nëse paska kaq shumë fuqi të disa xhinse të vjetra apo një triko, atëherë shtrohet kjo pyetje: çfarë resursesh të tjera të fjetura kemi ne aktualisht në jetën tonë të përditshme? Cili është ai dollap tjetër plot me gjëra të papërdorura? Pyetje me vend. Ndoshta janë 2 orë kohë e lirë në javë që i kalojmë para ekranit telefonit pa bërë asgjë, apo një vëmendje e shpërqendruar që mund t'i kushtohesh një fqinje, ose një aftësi specifike, një talent që e mbajmë të mbyllur vetëm për veten tonë. Çfarë mund të aktivizojmë ne nesër, vetëm nëse heqim dorë nga justifikimi komod i lehtësisë momentale për të forcuar njerëzit rreth nesh? Të lë vërtet për të menduar. E po, ndoshta përgjigja e parë gjendet duke hapur vërtet atë derë dollapi sot në shtëpi. Kujdes vetëm me atë trikote vjetra. Jepuni një shans tjetër diku. Faleminderit që u thelluat me ne në këtë